ata shenjtë që janë në peralterit janë një shembull, ma jemi të folur për një shenjtëri më rrënjosur, tu në këtë qast në rrenjë ekzistencën tonë, ajo që asë vepra e Zotit për ne si shpëtimi nëpërmjet Jezu Krishtit. Ai na parashenoi për vete. Ka një parashenim, që është një çfarë lloj para destinacioni, nuk e di si kemi mundësi me thënë në shqip, predestinacion. Do me thënë, jo në kuptim se çdo gjë është e shkruar, si shpesh e thojnë edhe ne, ma shpesh e thojnë muzulmanet, por ne jemi shumë influencuar disa herë, është e shkruar. Për një krishter nuk funksionon ashtu. No, jemi parashenuar, sepse kjo thirrje as për të gjithë, nga mendja e Zotit deri kur kemi filluar ekzistencën tonë në mendjen e Tij, si dëshirë, si projekt. Por ka një hap tjetër. Tjetër është vullnetin e Zotit e planin e Tij, e tjetër është kur planin ton personal devion, refuzon, sepse në liri kemi e kjo mundësi për me refuzuar fakti që jemi parashenuar për me qenë birësua nga Zoti, për me qenë bi në Jezu Krishtin. E kjo është një term tjetër që na shkjeron çfarë lloj është shpëtimi që jepet neve. Ne nuk kemi shenjtëruar, nuk kemi shenjtë për natyrë. Jemi shenjtë për thirrje. Nuk kemi shenjtë për një drejtë natyrore që kemi, biologjik për shembull. Jo, e kemi shoqëruar në Krishtin si bashkëndar e një enti trashëgimin e Tij. Ai vetëm as për natyra birë. Ne jemi fal hiri i Zotit birë, nëpërmjet Jezu Krishtin. As një lurat me qenë birësuar nëpërmjet Jezu Krishtin. E kjo është shkaku i gëzimit ton, shkaku i Kristdindjes.